Janë pamjet e qendrës së Shirokës dhe jo të një zone të harruar edhe pse ngjan si e tillë. Prej muaj shtator, pllakat dekorative të thyera dhe gropat në mes rrugës janë kthyer në makthin e drejtuesve të automjeteve dhe kalimtarëve që i drejtohen kësaj zone turistike. Jemi në kulmin e sezonit, kur të shumt janë edhe vizitorët e turistët nga e gjithë bota që zgjedhin ta frekuentojnë Shirokën dhe Zogajin, por për Bashkinë e Shkodrës ky detaj ka pak rëndësi, duke e lënë këtë zonë tërësisht jashtë vëmendjes. Asnjë ndërhyrje nuk është kryer për riparimin e këtyre dëmtimeve që sipas banorëve po u rrezikojnë edhe jetën, pasi makinat, duke u shmangur gropave, i afrojnë zonës së këmbësorëve. Jo vetëm për ta që janë në bicikleta, po edhe për ata këmbësorët. Po dashje pa dashje, është fërqihim midis tavolinave. Dashje pa dashje edhe bën shqetësim edhe për pushues të tjerë. Sa dush. Gjena. Prej sa kohësh është në këtë gjendje? Më të ketë 5-6 muaj. Ten të më keq. Është burim aksidentesh me qenë se burim është, si sa është burim. Në brigjet e liçenit nuk mungojnë as mbeturinat që sërish drejtuesve të bashkisë nuk u bien në sy, edhe pse zona turistike do duhet të ishin prioritare në këto muaj për ofrimin e shërbimeve dhe të mirëmbajtjes. Ky investim miliona lekësh i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka arritur të degradojë në një periudhë relativisht të shkurtër, duke ngritur pyetjen për përgjegjësinë institucionale lidhur me mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe masa që duhet të ndërmerren për rikthimin e tyre në standardet e duhura.